Zgjedhjet lokale të 19 tetorit në Maqedoninë e Veriut nuk ishin vetëm për të zgjedhur menaxherët e komunave, por edhe një matje forcash e partive shqiptare në gardë të ndara në dy kampe. Aleanca Kombëtare për Integrim premtoi referendum përmes votave të qytetarëve, rezultat që nuk u prodhua, ndërsa sulmoi kundërshtarët me dy kritika kryesore. Si kjo parti po përdorej nga VMRO DPMNE, kryeministrit Mickoski, për të qëndruar në pushtet dhe se si kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti po ndërhynte në zgjedhjet lokale. Fituesi i komunës së Çajirit, Izet Mexheti, në një lidhje për Ballkan Update, sqaroi qëndrimin e vlen për sulmet ndaj koalicionit që u quajt një mash në duart e Mickoskit dhe një zgjatim i botës serbe. Vjen keq që prej fillimit të kësaj qeverisë së vlenit janë munduar ta paraqesin një percepcion të rrejshëm, vleni po e fuqizon në elementin serb për shkak se në qeverinë e tanishme ka një zëvendëskryeministër, domethënë që është i komunitetit serb, siç ka edhe në Republikën e Kosovës në ministër serb, siç ka pasur edhe në qeverisjen e BDI-s ministra të komunitetit që nuk janë partnerë tonë, por janë të partnerët e partnerit tonë. Ndërsa një koment e pati edhe për bashkëpunimin me Prishtinën, duke i quajtur atë një akt normal në dinamikën e zhvillimeve rajonale. Është e kuptueshme që me Kosovën të ketë edhe lidhje më tepër emocionale për shkak se gjysmat e familjeve në Çajir janë gjysmat të Andej ka Kosova, gjysmat janë këndej, pra deri dje, domethënë në fillimet edhe Universiteti i Prishtinës ka qenë qendra e dijes edhe për shqiptarët e Maqedonisë, pra nuk shoh asgjë të keqe për bashkëpunim brenda shqiptar. Tentativa e Albin Kurtit për të ndërhyrë në punët e rajonit nuk është e para. Një akt të dëshpëruar ai e pati edhe në zgjedhjet politike në Shqipëri në 2021. Tani mbetet për të parë se në ç'nivel do të shkojë përfaqësimi i shqiptarëve në qeverinë qendrore dhe nëse kryeministri Mickoski do ta lexojë këtë rezultat si një fuqizim të partnerit në koalicion, që ndoshta duhet ta shohë me një sy tjetër, apo edhe kësaj here Beogradi nuk do të lejojë faktorizim të shqiptarëve, duke përfituar edhe nga ndasitë mes tyre.